Dashi, ditën e sotme pritet që të ndiheni më të lidhur emocionalisht me njerëzit përreth. Në aspektin e dashurisë, është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat që keni mbajtur brenda. Në punë, përpiquni të qëndroni të fokusuar dhe të mos shpërqendroheni nga detajet e vogla. Financat mund të kërkojnë vëmendje të veçantë, ndaj është e këshillueshme të rishikoni buxhetin tuaj. Nëse keni vendime të rëndësishme për të marrë, bëni një analizë të kujdesshme para se të veproni. Mund të ndiheni pak të lodhë, por një shëtitje e shkurtër mund t'ju ndihmojë të rifitoni energjinë. Kujdesuni për veten dhe mos neglizhoni shëndetin tuaj emocional. Merrni pak kohë për reflektim dhe relaksim. Demi, sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale. Disa mund të ndihen të tërhequr drejt një personi të ri që sjell energji pozitive. Në punë, përqendrohuni në detajet që mund të kenë kaluar pa u vënë re. Mund të ketë mundësi të reja që kërkojnë vëmendjen tuaj të plotë. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Kujdes me impulsivitetin në vendimet financiare. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e luhatshme, prandaj gjeni kohë për veten. Meditimi ose një shëtitje e qetë mund t'ju ndihmojë të gjeni qetësinë e brendshme. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor dhe mos hezitoni të kërkoni mbështetje nga miqtë nëse keni nevojë. Kjo është dita për të gjetur ekuilibrin. Binjakët, sot mund të ndihesh i mbushur me energji dhe optimizëm të ri. Në dashuri, mund të hasësh momente të ëmbla që të bëjnë të ndihesh më i lidhur me partnerin. Nëse je beqar, ka mundësi të takosh dikë që të ngjall interes. Në punë, është dita e duhur për të marrë vendime të rëndësishme, prandaj mos hezito të marrësh iniciativën. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale është pozitive, por mos haro të marrësh pak kohë për veten. Meditimi ose një shëtitje e qetë do të ndihmonte. Përpiqu të qëndrosh i fokusuar në qëllimet e tua dhe mos lejo që shqetësimet e vogla të trondisin. Gaforia, sot mund të ndiheni më të ndjeshëm ndaj gjendjes emocionale të tjerëve, duke ju bërë më empatik në marrëdhëniet personale. Në punë, përqendrimi dhe disiplinimi do të sjellin rezultate të mira. Mos e lini pas dore një detyrë të rëndësishme që mund të ndikojë në ecurinë tuaj profesionale. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por është e rëndësishme të kontrolloni shpenzimet e panevojshme. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin do të ndihmojë në zgjidhjen e çështjeve të vogla që mund të jenë shfaqur. Kujdesuni për veten duke gjetur kohë për aktivitete që ju qetësojnë dhe ju sjellin kënaqësi. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të ndihmojnë për të rikthyer ekuilibrin emocional. Luani, ditën e sotme, ndjenjat do të jenë në qendër të vëmendjes dhe mund të ndiheni më të ndjeshëm se zakonisht. Në aspektin e dashurisë, është e rëndësishme të tregoheni të hapur dhe të sinqertë me partnerin tuaj. Në punë, mund të hasni disa sfida, por mos u shqetësoni, sepse aftësitë tuaja do t'ju ndihmojnë të kaloni çdo pengesë. Financat mund të kërkojnë pak vëmendje shtesë, ndaj bëni kujdes me shpenzimet e panevojshme. Gjendja juaj emocionale mund të ndryshojë gjatë ditës, prandaj përpiquni të mbani një qëndrim pozitiv. Merrni disa momente për të relaksuar dhe për të reflektuar mbi përparësitë tuaja. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të qëndroni të përqendruar në qëllimet tuaja afatgjata. Virgjëresha, sot mund të ndiheni më të motivuar për të marrë vendime të rëndësishme në aspektin profesional. Mund të ndjeni nevojën për të përmirësuar pozicionin tuaj në punë, prandaj përfitoni nga mundësitë që ju ofrohen. Në aspektin financiar, shmangni shpenzimet e tepërta dhe mbani një qëndrim të kujdesshëm. Në dashuri, është e rëndësishme të tregoni mirëkuptim dhe tolerancë ndaj partnerit. Për ata që janë beqar, mund të shfaqet një mundësi e re romantike që kërkon vëmendjen tuaj. Emocionalisht mund të ndiheni pak të lodhur, ndaj është e rëndësishme t'i kushtoni kohë vetes dhe të relaksoheni. Përpiquni të gjeni një ekuilibër mes punës dhe jetës personale për të shmangur stresin e tepërt. Beshorja, dita e sotme mund të sjellë disa sfida në marrëdhëniet personale. Është e rëndësishme të tregoheni të duruar dhe të dëgjoni me vëmendje partnerin tuaj. Në punë mund të hasni disa pengesa, por me përkushtim do të arrini të kaloni çdo vështirësi. Bëni kujdes me shpenzimet e panevojshme, pasi financat mund të mos jenë në gjendjen më të mirë. Përpiquni të shmangni blerjet impulsive dhe fokusohuni në kursime afatgjata. Emocionalisht mund të ndiheni pak të lodhur ose të stresuar, kështu që kushtojini pak kohë vetes për të pushuar. Një shëtitje në natyrë ose një bisedë me një mik të afërt mund t'ju ndihmojë të rifitoni qetësinë. Kujdesuni për shëndetin dhe mos harroni se çdo ditë sjell mundësi të reja. Akripi, dita e sotme sjell energji të reja në jetën tuaj personale.
Në dashuri, mund të hasni një moment të rëndësishëm me partnerin. Për ata që janë beqar, ka mundësi të reja për njohje interesante. Në punë, do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja dhe të merrni njohjen që meritoni. Kujdesuni për detajet dhe mos nxitoni në vendime të rëndësishme. Financat do të jenë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale do të jetë e qetë, por është mirë të merrni pak kohë për veten tuaj. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund t'ju ndihmojë të riktheni ekuilibrin. Mbani një qëndrim pozitiv dhe tregohuni të hapur ndaj mundësive të reja. Shigjetari. Dita e sotme mund të sjellë ndryshime të papritura në jetën tuaj romantike. Është e rëndësishme të mbani një qëndrim të hapur dhe të mos nxjerrni përfundime të nxituara. Në punë do të ndiheni më të motivuar për të përmbushur detyrat tuaja dhe kjo do të vlerësohet nga eprorët. Financat tuaja mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje, prandaj bëni kujdes me shpenzimet e panevojshme. Sot është një ditë e mirë për të planifikuar buxhetin tuaj afatgjatë. Gjendja juaj emocionale mund të jetë pak e paqëndrueshme, por meditimi ose një shëtitje në natyrë mund t'ju ndihmojë të gjeni qetësinë. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të merrni pak kohë për relaksim. Zodiaku. Në këtë ditë, energjitë janë të përziera dhe mund të ndjeni një nevojë për të balancuar emocionet tuaja. Në dashuri, mbani një qasje të qetë dhe mos nxitoni në vendime të mëdha. Komunikimi i hapur me partnerin do të ndihmojë për të shmangur keqkuptimet. Në punë, qëndroni të përqendruar dhe mos u shpërqendroni nga detajet e vogla. Mund të hasni sfida, por qëndrueshmëria juaj do t'ju ndihmojë t'i kaloni ato. Financat mund të kërkojnë një vëmendje të veçantë, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Ruani një qasje të kujdesshme dhe planifikoni me mençuri. Emocionalisht, merrni kohë për veten dhe bëni aktivitetet që ju relaksojnë. Një shëtitje në natyrë ose meditimi mund të jenë të dobishme për të rigjetur qetësinë. Ujori. Sot mund të ndiheni më të lidhur emocionalisht me njerëzit përreth. Në dashuri, është momenti i duhur për të ndarë ndjenjat tuaja dhe për të dëgjuar ato të partnerit. Nëse jeni të vetëm, mundësitë për të takuar dikë interesant janë të larta. Në punë, përqendrimi do të jetë çelësi i suksesit. Mbani mend të mos e nënvlerësoni punën ekipore, pasi mund t'ju sjellë rezultate të mira. Financat mund të kërkojnë një rishikim të kujdesshëm të shpenzimeve. Evitoni blerjet impulsive për të ruajtur stabilitetin. Gjendja emocionale do të jetë e qëndrueshme, por mos e lini stresin të ndikojë në vendimet tuaja. Merrni pak kohë për veten dhe relaksohuni për të ruajtur një mendje të qetë. Peshi. Sot do të ndiheni të mbushur me energji pozitive dhe do të keni dëshirë të përmirësoni marrëdhëniet tuaja personale. Në dashuri, është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat që keni mbajtur brenda. Në punë, mund të përballeni me sfida, por aftësitë tuaja do t'ju ndihmojnë të gjeni zgjidhje kreative. Financat do të jenë në një fazë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale do të jetë e qëndrueshme, por mos harroni të kujdeseni për veten. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund t'ju ndihmojë të relaksoheni. Mbani një qasje të hapur ndaj ndryshimeve që mund të vinë dhe mos keni frikë të pranoni ndihmë kur ju ofrohet.